Fillimisht, në një tigan, vazhdojmë dhe shtojmë 75 gram gjalp. Mund përdorni edhe margarin, por nuk do t'ju sugjeroja që në këtë recetë ta përdorni vajin. Presim një herë në zjarr mesatar derisa gjalpi të shkrihet. Tani tek gjalpi i shkrir shtojmë 300 gram kadaif të shtypur mirë. Vazhdojmë me skuqim në temperaturë mesatare, dikom prafërsisht 5 deri në 7 minuta, derisa kadaifit na merr një ngjyrë të kuqremtë dhe të artë. Por ju lutem, zjarrin mbani në mesatare. Kadaifin e kemi gati, duhet ta fërgoni derisa të merr një ngjyrë kështu të artë. Tani marrim një pjatë dhe për t'ia dhënë formën, unë do të përdor një tepsi kështu më të vogël në formë katrore. Ju mund të njëjtën recetë që ta bëni edhe në një tepsi më të madhe. Vazhdojmë tani që gjysmën e kadaifit ta shtojmë tek pjesa poshtë. Tani vazhdojmë që ta përgatisim krimin. Vazhdojmë tani me përgatitjen e krimit. Pasi unë po e bëj në masë më të vogël, edhe krimin do ta bëj më pak. Nëse juve ju duhet më tepër, do t'i dyfishoni gjitha masat që unë po i paraqes. Për këtë recetë unë do të përdor sot 700 ml me qumësht. Tani te kremi do të shtojmë 2 lugë gjelle me një shiste, 2 lugë gjelle me miell. Vazhdojmë shtojmë edhe sheqerin. Sheqer do të shtoj 6 lugë gjelle. Sheqerin mund ta shtoni sipas shijeve të juaja. Nëse ju duket pak, mund të shtoni 1 lugë gjelle më shumë ose 1 lugë gjelle më pak. Një aromë vanilje. Përzijem mirë dhe vazhdojmë në zjerje. Në zjarr mesatar do ta zijem derisa kremi fiton trashësinë të shiruar. Kremi është trashur mjaftueshëm, është gati, e ndalojmë tani zjarrin. Te kremi vali nxehtë do të shtojmë 2 lugë gjelle me krem fëstëku. Shtojmë edhe 75 gram gjalp ose margarin dhe vazhdojmë përzijem tani derisa kremi i fëstëkut edhe gjalpi të shkrihen, të lidhen dhe të bëhen bashk. Nga nxehtësia e kremit do të shkrihen shpejt. Tani kremin val të nxehtë vazhdojmë e shtojmë në mes të kadaifit. Tani me pjesën e mbetur të kadaifit e mbulojmë kremin sipër. Pasi e mbulojmë mirë me kadaif, lejojmë tani që ëmbëlsirat stofet, më spaku për 3 deri në 4 orë në frigorifer. Të shtrëngohet mirë kremi dhe pastaj do të vazhdojmë që ta dekorojmë dhe ta shijojmë këtë ëmbëlsirë perfekte. Tani pas 3-4 orëve që kadaifi është stofur, vazhdojmë që ta dekorojmë sipër. Pasi veçmë e kemi bërë edhe kremin me krem fëstëku, unë sipër do ta dekoroj edhe me pak krem fëstëku të cilin e kam shkrir në ujë të nxehtë bashkë me qesen. Do ta përfundoj dekorimin me pak fëstëk të bluar në pjesët anësore, por ju mund ta dekoroni gjithmonë sipas shijeve të juaja ose ta lini edhe ashtu si është. Dhe të dashur miq, ëmbëlsira është gati. Unë e kam shërbyer në një pjatë më të vogël për t'ju demonstruar edhe juve se si duket nga afër ëmbëlsira. Po e shoqëroj me një kafe me qumësht për një pasdite të bukur. Shpresoj që do ta provoni edhe ju, do ta shijoni bashkë me familjen e juaj. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.